Ramush Haradinaj, kryeministri në detyrë i Kosovës, i ftuar në emisionin Open të gazetares Jeni Vasilin Top Channel, i thelloi akuzat ndaj kryeministit Edi Rama me pretendimin se shefi i qeverisë shqiptare ka tentuar ndarjen e Kosovës. Fanatik ka qenë shtytësi kryesor i ndarjes. Pra ju qëndroni akuzave tuaja? Jo. Ka qenë shtytësi kryesor. Ai ka përhaftë te. Top Channel i kërkoi një shtytësi kryesor për ndarjen e Kosovës Edi Rama. Kjo është fjala e Ramushit, se unë nuk jam të thonë kur gjo, se unë jam konë në të mbledhje. Po kur nalna edhe ngoj këto biseda, edhe sot del Edi Rama në shet patriotizëm, kur 80% e ministrave i ka në përbulgjet, 80% ministrave e zavens ministrave i ka azil politik të poshtë e përpjet, ku në shtet vratë gjykatë si mit dy salës, edhe del aj para meje e unë me nguë një njerit si Edi Rama, që ka lëbu për gjykatën speciale, që ka lëbu për ndarjen e Kosovës, edhe me dalë atë në bine më folë për patriotizëm, Edi Rama.